Kjo e diel në pikën turistike të Shirokës solli grupin e parë të turistëve të huaj që është pritur këtë sezon, kinezët. Ata ka lexuar në internet për Shkodrën dhe Shirokën si destinacione turistike, ndërkohë që në literaturën kineze ende shkruhet për vitet 70, kur ekzistonte një miqësi e veçantë mes dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Kinës. Sa i përket përshtypjeve nga vizita në Shirokë, ata shprehen: Shumë mirë është, ajri freskët, rrezatim diellor i këndshëm, pushimi i rehatshëm dhe komod, panoramë natyrore mjaft e bukur dhe njerëzit shumë të respektueshëm. Shiroka ngjan një qytetëze të vogël turistike, shumë e përshtatshme për grupet e njerëzve që e vizitojnë, por edhe për ata që duan të zhvillojnë biznese të vogla. Këtu gjithçka përmbledhet me fjalën faleminderit si për njerëzit ashtu dhe për natyrën magjepsëse, ku freskia e liçenit të mahnit. Ndërsa shoqëruesi i këtij grupi turistësh, një shtetas nga Kroacia, me pak fjalë shpjegon pse kinezët preferojnë të vinë në vendin tonë. Kinezët vinë këtu për të parë një botë tjetër, për të eksploruar bukuritë e këtij vendi, pas leximeve që kanë bërë për Shqipërinë. Ata thonë se Shqipëria është shumë e bukur, një vend i lirë dhe i hapur ndaj botës. Shqiptarët janë miqësor, ndaj ndihen mjaft mirë këtu dhe falenderojnë për gjithçka në këtë vend. Në krahasim me vitin e kaluar, ka një rritje të dukshme të numrit të turistëve të huaj në rajonin e Shkodrës dhe parashikimet e organizatave turistike flasin për një rritje mbi 30%.